Reagon Driloni pas publikimit të bisedave telefonike nga Gjeneta. Gjesti nuk ia dha dhe e kërkonte unë, ajo ka dëshirë dhe jetë në vëmendje. Pas publikimit të bisedave të incizuara nga Gjeneta Fetahu, fituesi i Big Brother VIP Kosova 3, Trilon Rama, ka reaguar për herë të parë për këtë çështje përmes një videoje të postuar në Insta Story. Në deklaratën e tij, Triloni ka pranuar se komunikimi me Gjenetën ka ndodhur, por sipas tij, ka qenë vetëm një shaka dhe loje, e cila ka ndodhur në javën e parë pas përfundimit të Big Brother VIP Kosova 3. Ai tha se në atë moment ende ndjente ndikimin e qëndrimit brenda shtëpisë së famshme dhe se bisedat nuk ishin serioze. Në videon e tij, Triloni shprehet: "Mira mbrëma për krejt ata që e kanë parë video dhe për shikuesit e mi. Si që keni parë vetë, ka dalë një video, por për ata që më njohin, ju duhet ta dini që nuk është ashtu. Unë kam qenë me një djalë, që e njeh ajo shumë mirë, dhe që është personazh publik. E njihni edhe ju. Edhe ka qenë me një herë pas Bigut, java e parë, dhe nuk e di si më erdhi, por kam filluar ta ngacmoj të luaj. Hala kam qenë Big disi në kokë dhe kam vazhduar të luaj." Ai shtoi se Gjeneta e kishte kuptuar që ishte një lojë dhe madje e kishte përmendur një premtim që Driloni kishte dhënë brenda shtëpisë së Big Brother. Ka ditur bile që kam qenë duke luajtur se vetë më ka thënë: "Mos do me dal nga rruga bë dhe ti me e mbajt fjalën që e ke thënë në Big." Më ka ardhur ashtu që të luaj me të dhe ta ngacmoj me atë djalin, dhe po, ato gjëra kanë qenë vetëm fjalë. Unë ri vetëm me njerëz që i dua dhe atë njeri që nga dita e parë nuk e kam dashur, edhe gati krejt shqiptaria nuk e do. Por ky njeri ka dëshirë të jetë në vëmendje. Gjesti nuk ia dha vëmendjen, tash vjen normalisht te Driloni. Megjithatë, boksieri ka kërkuar falje për situatën e krijuar, duke pranuar se ndoshta ishte një gabim që nuk duhej ta bënte më. Prapse prap, i kërkoi falje të gjithë atyre njerëzve që i besojnë ato fjalë që kam nxjerrë nga goja, por fjalët e veprat janë gjëra të ndryshme. Dhe po, bëj gabime edhe unë si çdo njeri. Ishte një lojë që nuk duhej ta bëja më, sepse s'kam qenë në Big, por më erdhi ashtu sepse ishte java e parë pas Bigut. Dhe ka përfunduar. Lojra më nuk ka dhe me njerëz që nuk i dua, nuk merrem më. Kërkoj falje edhe një herë për ata njerëz që kanë parë, por nuk është ashtu. Pavarësisht gjithçkaje, duket se drama mes banorëve të Big Brother VIP Kosova 3 vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!